është një nga personat që besoj është në hetim pasëror dhe jo vetëm si person I lidhur me panderën Belinda Balluku. Pra është person që do të zonjës së vetingut do I bëhet vetingu tashmë nga ata që ka kaluar për supozohet të ketë vendosur atë njerëzit e saj besnik. Tani besnikëria ata do ta shpallin ndaj ligjit, ndaj prova, ndaj fakteve dhe jo ndaj atyre çokave, nëse kanë pasur, nëse kanë ndodhur, nuk duhet të ketë prokuror dhe gjyqtar që mbetet peng I një vendimi dilematik të mëparshëm nëse ka ndodhur, por si gjithsecili prej tyre përpiqet të mbrojë motrën e Panderës Balluku apo vetë ish-ministren, ai është duke bërë një vepër penale dhe duhet hetohet edhe ai, qoftë prokuror, qoftë gjyqtar, qoftë agent I BK-s apo qoftë oficer policie që ka kaluar, ka bërë një veprim, ka kaluar fashiku hetimor në përduar. Tashmë jemi një përballje të fortë dhe ata nuk duhet të ngurojnë, nuk duhet të vonojnë them mos saktësisht, që të ngrenë akuz kundër Edi Ramës. Provat janë, veprimet janë. E pam së fundi historinë e nisë hetime për Air Albania, për stadiumin. Do ketë shumë shpejt veprime edhe të njoftuar publikisht për teatrin kombëtar. Histori që vijon prej 6 vitesh, me një vendim të kushtetuese deri tani të pamarrë fort në konsiderat. Pra janë shumë dosje aty që janë maturuar, janë pjekur më shumë se vera se e vjetër, dhe tashmë veprimet edhe për shkak të afatës dhe dikush mban përgjegjësi për mos veprime që do të përballin autorët përgjegjës që janë ministra, është kryeministri I vendit. Historia e pastrimit parash me miliarda në Shqipëri nuk mund të kalojë me amnesti, nuk mund të kalojë hajtë se kështu ndodh gjithkund. Jo, ai që ka bërë, ai do të përballet, ai do të ndeshkohet, ai do të dënohet. Dhe Edi Rama është një nga aktorët kryesorë të kësaj gjendje. Është një nga lejuesit, nënshkruesit, firmtarët të kësaj historie. Ne gjithë e dim tashmë të firmën fantast tek incineratori. Patjetër. Para se të krijojë firma jepet bonus. Ai 8% është I famshëm. Po këtu ka një njerëz që ka shkruar. Ka një emër aty. Dhe ftesën për në gjykat, në përballje me çështjen partizane. Pra njeriu që ka 7-8 firma aty për një vepër pretenduar se ka bërë kryeministri, ne kemi kryeministin aktual që ka firmosur. Nëse ka vepër ja kush e ka firmosur? Ai ta marrin pandeur. Pa ka filluar tashmë një serial, mund të thojë një epokë ndryshe ku Spaku nuk duhet të jetë prap këmbgul që disi ngathet. Pra ende nuk them që është në shpejtësinë e dur në raport dhe harmoni me dosjet, me provat që ka, qoftë të mbledhura vetë, qoftë të sjellë nga partnerët europian dhe amerikan. Ka aty dosje me kujtali. Edhe kjo e vitet 2020 e ndërtimet në Nagetës që ka filluar të bulzojë tani, ndërkohë që ai që vazhdon me tendra, ai niku I partisë është I dënuar në Itali me 7 vjet burg. Në fund të prerë nga antimafia italiane. Po dyma asaj çështje dalin edhe emra të tjerë, të cilët janë edhe në paraburgime. Sigurisht që do dalin. Jam tërësisht I bindur që do dalin, se në paraburgim tani zhvillohen dasma, duhet porositë orkestra, duhet mbajtur radha për këngën pasarse, për koncerte, recitale, duke dëshmuar edhe cila është lidhja me pushtetin. E pa më vitin e botuar nga kolegu Flamur Vezda nga Amerika, se si kërciste kënga, se si gjithë ishin me telefona celular. Aty edhe në plazh do t'i përdorin më pak telefona se I përdorin në qelit e bugut sigurisë lartë. Kjo tregon edhe një herë standardin. Kemi parë si trajtohet ish-presidenti, si trajtohen gangsterët. Dhe kjo lloj pamje, këto lloj imazhesh tregojnë se kush sundon, kush zaton, kush bën ligjin. Pra, njerëz të botës të krimit organizuar bëjnë ligjin, nuk pyesin as për drejtues burgjesh, as për ministrin e drejtësie, ndërkohë që të dy në kohën e ndosë duhet ishin në hetim zgjortarisht sot që ne flasim pas këtyre publikime, dhe jo na nxjerr drejtoria e bulli, jo them që ne e pam atë, I njohim kush janë njerëzit, mirë që pas ka nikur, nuk janë arratisur, dhe do fillojmë hetimet, shohim se kush I ka lejuar telefonat, kush ka kënduar, kush është orkestra, kush është solisti. Pra, le të themi Mysy Betet, cilat nuk duhet I përmendë asnjë zyrtar, por duhet Spaku të jetë violinë e parë në këtë qendrim, dhe jo ata që janë në përgjegjës janë fajtorë. Çollakut, falenderoj që ishe me mua në këtë bisedë. Faleminderit ju.